Kur Jeffrey Epstein dëshironte një prezantim me ish-presidentin francez Nicolas Sarkozy, ai nuk hezitonte të përdorte rrjetin e tij të lidhjeve. Në tetor të vitit 2013, ai shkroi financierit dhe ish-diplomatit francez Olivier Colomb të dëshiroja ta takoja. Nëse mendon se është argëtuese, do ta pyes. Ju përgjigj Colomb, ai mund të jetë argëtues dhe tani mund të flasë dhe anglisht. Ja ktheu Epstein. Ky shkëmbim është vetëm një nga miliona emailët e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, që edhin dritë mbi një botë e errët ku pasuria, pushteti dhe ndikimi përzihen pa kufi të qartë. Në këtë ekosistem të mbyllur, Epstein dhe bashkëpunëtorët e tij grumbullonin kontakte, shkëmbenin favore dhe ndërtonin marrëdhënie që lëviznin mes miqësisë personale dhe ndikimit politik. Emailët tregojnë se si ai e pozicionoi veten në qendër të një Davosi nëntoksor, një rrjet global që përfshinte figura të financës, ish-krerë shtetesh, madje edhe antar të familjeve mbretërore. Nuk dihet nëse takimi me Sarkozy ndodhi ndonjëherë. Përfaqësues të ish-presidentit francez kanë deklaruar se nuk ka prova për një takim të tillë, por Epstein arriti të deportonte në Paris. Ai ishte vizitor i rregullt i kryeqytetit francez dhe zotronte një apartament në Avenue Foch, pranë Arkut të Triumfit. Në mars 2019, ai dërgoi Steve Bannonit një foto të tij para Louvrit, krah ish-ministrit francez të kulturës, Jacques Lang. Tani tek piramida, me gjithë qeverin, shkroi ai. Foto e manitshme, një lëvizje e bukur për pushtet, ju përgjigj Bannon. Episodi pasqyron metodën e Epstein, shfrytëzimin e lidhjeve ekzistuese dhe shpesh egzagjerimin e tyre për të forcuar statusin e tij mes elitave. Në realitet, karriera politike e Jacques Lang kishte perënduar dhe fotoja mund të ishte bërë gjatë një ceremonie për 30 vjetorin e piramidës së Louvrit, por për Epstein, perceptimi ishte po aq i rëndësishëm sa realiteti. Kjo strategji manipulimi vazhdoi deri në arrestimin e tij në korrik 2019 nën akuza për trafikim seksual dhe konspiracion për trafikimin e të miturve. Në korrespondencën e tij, çështjet personale dhe profesionale ndërthureshin vazhdimisht. Ai ofronte mbështetje morale, këshilla financiare, ftesa për çaj në Paris apo për në ishullin e tij privat në Karaibe, vend që prokurorët pretenduan se përdorej për abuzime seksuale me të mitura. Ndihma rrithte në të dyja drejtimet. Në vitin 2014, Olivier Colomb e falenderonte për mbështetjen gjatë problemeve martesore dhe i kërkonte këshilla financiare. Ku je tani? E pyeste Colomb. Në ishullin tim në Karaibe, me një akuarium plot me vajza, përgjigjej Epstein. Në të njëjtën periudhë ai komunikonte edhe me Ariane de Rothschild, duke i ofruar këshilla sigurie për udhëtime e madje sugjerime për përballimin e turmave armiqësore. Jacques Lang e përshkroi Epstein si një Dr. Jekyll dhe Mr. Hyde, një njeri i sofistikuar dhe i apasionuar pas artit në sipërfaqe, por me një anë të errët të fshehur. Pavarësisht se kishte pranuar fajsi në vitin 2008 për nxitje të një të miture në prostitucion, ai arriti të mbetej pjesë e rretheve elitare. Princesha Mette Marie e Norvegjisë i shkruante në vitin 2018: "E janë shpëto, po vdes nga mërzia." Më vonë ajo deklaroi se i vinte keq për çdo kontakt me të. Epstein u integrua edhe në Forumin Ekonomik Botror në Davos, duke krijuar marrëdhënie me drejtues të lartë. Në emailet me presidentin e UEFA-s, Borg Brende, diskutoi madje se si Davosi mund zëvendësojë OKB-n. Brende më vonë pranoi se kishte darkuar disa herë me të, përfshirë një darkë në shtëpinë e Epstein në New York. 3 javë pas një emaili ku flitej për një darkë me sushi, Jeffrey Epstein u arrestua. Një muaj më vonë, ai u gjeti vdekur në qelinë e tij. Emailet zbulojnë jo vetëm lidhjet e tij, por mënyrën se si ai ndërtoi një rrjet ndikimi, duke manipuluar perceptimin, misin dhe ambicien, shkruan Politico, një Davosi nëntoksor, ku pushteti nuk shpallej hapur, por kultivohej në eshtje.